Revolucion në mjekësi. Zëri mund të zbuloj kancerin në mushkrive me 90% saktësi. Një grup shkencëtarësh në Turqi ka zhvilluar një aplikacion inovativ të mbështetur nga inteligjenca artificiale që mund të zbuloj kancerin e mushkrive në fazat e hershme vetëm përmes analizës së zërit të pacientit. I udhëhequr nga doktor Hajdar Ankishan dhe nga Instituti i Qelizave Staminale në Universitetin e Ankaras, ekipi shkencor përfshin ekspert nga disa disiplina. Ata propozuan që struktura e zërit mund të mbajë informacion të vlefshëm në lidhje me sëmundjet pulmonare përfshirë kancerin. Në studimin ton, morën në konsiderat strukturën e zërit, anatomisë së mushkrive dhe sistemit qarkullimit të gjakut. Rezultatet tona tregojnë se kanceri i mushkrive, veçanërisht në fazat e para, mund të zbulohet me një saktësi prej 90%, deklaroi Ankishan. Doktor Bülent Mustafa Yenigun, pedagog në shkollën e mjekësisë të Universitetit të Ankaras dhe pjesë e ekipit kërkimit, theksoi rëndësinë etike të zbulimit të hershëm në trajtimin e kësaj sëmundje. Ai sqaroi se studimi u realizua me një grup prej 50 pacientësh dhe 50 individësh të shëndetshëm, të cilët folën për 2 minuta me aplikacion, i cili regjistroi dhe analizoi zërin në kushte të kontrolluara. Aplikacioni identifikon ndryshimet e zërit që lidhen me prani të mundshme të kancerit të mushkrive dhe jep një paralajmërim për ekzaminim të mëtejshëm. Megjithatë, rezultatet janë premtuese. Shkencëtarët turq deklaruan se do të vazhdojnë punën për përmirësimin dhe certifikimin e mëtejshëm të teknologjisë.